Po ashtu parashef edhe rekonstruimin e spitalit të Tetovës dhe të njëjtën kohë ndërtimin e fakultetit të mjekësisë dhe të njëjtën pra të ndodhë edhe në Universitetin e Shtipit pra rekonstruim të spitalit dhe ndërtim të fakultetit të mjekësisë. Ndërsa sot, përveç këtyne, dolëm edhe me idenë e re nga Ministria e Ekologjisë, pra ambientit jetësor, që ta shfrytëzojmë këtë mundësi financiare, por edhe ekspertizën, përvojën e Britanisë së Madhe, që të zgjidhni një problem që është me dekada prezent në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pra eliminimin total të mbetjeve të rrezikshme, siç është pra lindani në fabrikën e Ohisit, mandej në Jugokrom, në Vaksin Slojan, sepse këto paraqesin rrezik potencial për ambientin dhe për shëndetjen e qytetarëve në nivel shteti.